Jeni mirë sot në të mëngjes? Amin. Zoti t'ju bëjë jeni mirë. Amin. E vërtet është se Perëndia nuk do njerëz të krijuar me shumë kujdes pas një lloj shqetësimi dhe të mete. Perëndia do njerëz që të metat, gëzimet, shqetësimet, hidhërimet dhe lumturinë e tyre ta ndajnë me Zotin, dhe të kenë të qëndrojnë në prezencë të Perëndisë. Ne jemi njerëz real, ne jetojmë në këtë botë reale, ku të gjitha na prekin edhe shqetësimet. Perëndia është i gjallë edhe në këtë moment, edhe në këto çështje tona. Janë shpesh çështje që nuk duam të rëndojmë dikë ose i mbajmë për vete se mendojmë se do të jenë shtesë dhe një barë në supet e dikujt tjetër, por Perëndia është aty. Me falenderoj Zotit se kjo na bën të ndryshëm nga gjithë bota. Ne kemi një Zot i gjallë, një Zot prezent, i cili Zot është aty në jetën tonë, në çdo moment. Shumë falenderoj Perëndisë. Gjithmonë në këtë periudhë krishtlindjesh ne mendojmë të njëjtin gjë. Themi, shiko, kjo ngjarje shumë e madhe, shumë e lartë, shumë e veçantë, lindja e shpëtimtarit në botë, që të mund të kushtosh vetëm një të diel, vetëm në datën 25 ose të merresh me këtë dhe të fillojmë të diskutojmë apo të këndojmë Zotit, të fusim këto këngët e krishtlindjes në programin e këngëve tona. Kështu që prandaj mendojmë dhe shikoni çdo vit, fillojmë pak më shpejt të mendojmë mbi lindjen e Krishtit në tokë. Mendoj se jeni në dieni të gjithë se që të lind Krishti në tokë, Perëndia bëri një përgatitje të jashtëzakonshme. Gjithë bota u përgatit, në një moment e kishim diskutuar dhe së bashku në një nga studimet tona në Kish, gjithë bota u përgatit që të lind Krishti në botë. Nga ana e Perëndisë mori historinë të gjithë në dorë Zoti ynë dhe Ati ynë qiellor dhe vendosi çdo pjesë të historisë në vendin e duhur, sepse Bibla thotë se kur erdhi momenti i duhur, ai dërgoi birin e tij në tokë. Ky moment i duhur do thotë se Perëndia bëri një parapërgatitje të gjithë botës, që mbajti vite shumë të gjata, sepse do duhet të kombinoheshin shumë fakte historike bashkë në mënyrë që lindja e Krishtit në tokë të kishte funksionin e duhur, të vinte në momentin e duhur për zemrat e njerëzve. Ka të bëjë me gjuhën, ka të bëjë me kush kishte sundimin në atë moment në botë, si ishte mënyra e sundimit të romakëve që e kishin bërë të tërë një shtet të gjithë, domethënë, gjithë botën, sepse kishin bërë pushtuar pothuajse gjithë botën, nuk të lëvizte dikush kollaj nga njëri vend në tjetrin. Të gjitha këto në mënyrë që njerëzit të ishin të përgatitur. Ne sot do të bëjmë diçka të ngjashme. Mendoni se nga ana e datave të dielën tjetër lind Krishti në botë. Ne pranojmë për faktin se veçojmë një ditë në vit dhe pranojmë se Krishti lindi një ditë të vitit dhe kujtojmë aty lindjen e tij. Dhe po mendojmë sot, edhe doja sot të bëjmë pikërisht këtë gjë, të përgatitim zemrat tona për ardhjen e Krishtit. Do doja sot pra pikërisht të shikonim nga ana jonë, ne si njerëz, në këtë moment që jemi, dhe unë ju pyeta si jeni, dhe disa patëm udhëzime dhe thamë, jo nuk jemi mirë, por falenderit për sinqeritetin, dhe në këtë moment që jemi, të gjithë ne kemi detyrën të përgatisim ardhjen e Krishtit në zemrën tonë. Ju mendoni se kur Krishti lindi në botë, të gjithë kishin dalë me defa dhe me dajre dhe me gërneta, klarineta, trumpeta në rrugës dhe po prisnin lindjen e Krishtit? Njerëzit e asaj kohe kur Krishti lindi, kishin 400 vjet në heshtje. Nuk ishte dëgjuar zëri i Perëndisë, nuk ishte ardhur një profet, nuk ishte më zë të dëgjohej. Njerëzit ishin në merak. Dhe po flas për atë pjesë të botës që kishin ligjet e Zotit, që ishin në shekuj të përgatitur për ardhjen e Krishtit, kishin profecitë e ardhjes së Zotit. Në atë moment nuk ishin të tërë të gëzuar. As nuk prisnin të gjithë me gëzim ardhjen e një shpëtimtari. Madje nuk e kishin idenë që po vinte shpëtimtari.
po përgatitej, se ajo rruga që Maria dhe Jozefi kishin marrë dhe kishin lënë adheun e tyre, qytetin e tyre dhe ishin duke udhëtuar me atë gomarin dhe ajo ishte me barë dhe se do të shikonte diku, do të zinë dhimbjet e lindjes dhe do të lindte diku atje në Betlehem, askush nuk e dinte, askush nuk e priste. Sot ne do doja të flisnim pikërisht për këtë, për përgatitjen. Edhe ashtu si mendova ta titullojmë këtë temë të sotme, është përgatitni udhën e Zotit. Kjo nuk është fare pa njohur për ju, është një pjesë shumë e njohur. Një nga profetët e fundit të Jatës së Re e ka thënë këtë. Mbani mend kush e ka thënë këtë? Gjon Pakzori pra, dilte rrugëve, ndërsa kishte marrë misionin e tij që në barkë të nënës që pa lindur fare, Perëndia i vuri një mision, ai do të parërente, do dilte përpara shpëtimtarit dhe do bënte atë që në shqipen tonë themi tellallin, do bërtiste, do lajmëronte dhe do përgatiste rrugën e shpëtimtarit. Ai çfarë bëri? Ai shkundi zemrat e abdetarëve të tij. Ngrihuni, çohuni, bëuni gati se po vjen shpëtimtari. Sigurisht nuk e bëri një javë para Krishtlindjes, ha? Bëri për një kohë të gjatë, ai u mor me zemrat e njerëzve, pikërisht për këtë njëjtin gjë, për të përgatitur ata. Nëse do të jeni syt përreth, përpara se të lexojmë fjalën e Perëndis, në ato pjesë që kemi menduar për sot. Nëse do të jeni syt përreth shumë shpejt për arsye ekonomike, për arsye tregtie, që nga fillimi i nëntorit, mos them nga fundi tetorit, filloi dhe shikojnë pemë të stolisura, dyqanet kanë nxjerrë jashtë ato zbukurimet e pemës vitit të ri, kanë filluar reklamat në televizor që u drejtojnë fëmijëve dhe sigurisht dhe mamas dhe babait, të blejnë dhuratat e duhura për fëmijët e tyre sepse Krishtlindjet po vinë. Do duhet fillojnë të bëhen dhurata. Rrugët janë të mbushura me njerëz që bredhin me qeska në përduar, nëse do të guxohet të lëvizje me makinë në këto ditë, është një përvojë shumë e keqe, se mund të bësh një jetë gjatë të tërë për të arritur deri në shtëpi, sepse njerëzit kanë dalë të gjithë, po përgatisin festën, po përgatisin festimet e tyre, shkojnë njerëzit, nxitojnë kudo, drita, pemë të zbukuruara, dhurata, secili në anë çfarë do t'i blej, gatimet e shumta. Nuk janë të këqija këto, por janë të bukura për temën tonë të sotme. Do t'i përdorim sot këto, sepse çdo zemër, çdo shtëpi, çdo familje, akoma ata që nuk janë shumë fanatik, besimtar, Krishtlindja është tashmë një festë mbar botërore, kur nuk ka rëndësi nëse ti feston apo nuk feston, nëse pranon lindjen e Krishtit apo nuk pranon, do festosh Krishtlindjen. Do përgatitesh, do gatuash, do mbledhësh njerëz, a do mblidhesh me të tjerë. Një para përgatitje që merr ndoshta shumë javë të tëra që të arrish deri në ditën që ti do të festosh bashkë me të tjerët. Dhe e them me shumë mërzitje këtë, se ne të gjithë ne njerëzit, uroj që jo ne këtu që jemi në këtë kishë, sepse shpresoj se ne e kemi lindjen e Krishtit ton shumë lart në ndërgjegjjen e zemrave tona, por njerëzit kudo njerëzimi pra, përgatitet shumë për një festë për lindjen e Krishtit, ku Krisht nuk ka. Do doja sot të mendoje, a ja vlen t'i kushtojmë kohë, energji, forcë, përgatitjes së zemrës tonë për ardhin e Krishtit Zot, jo për festimin e Krishtlindjes, por për prezencën e fuqishme të Krishtit në jetën tona, kudo ku ndodhemi sot, në çfarë do situatë jemi sot. E të lexojmë së bashku, do të lexojmë nga Isaia, pjesën e parë, është vargu 40, tek Isaia, kapitulli 40, dhe vargu 3 deri në 8, është ajo pjesa e njohur nga e cila është marrë edhe fjala që Gjoni thot dhe ndan me bashkëkohësit e tij, dhe ashtu sikurse të gjithë e emëruan atë në vazhdimsi, duke i marrë këto pjesë pra nga Isaia. Zëri i dikujt që vërtet në shkretëtir shtroni udhën e Zotit,
hapni në shpejtëtirë një rrugë për Perëndin tonë. Çdo lugim të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jetë i sheshuar, vendet drejta të drejtuara dhe vendet e vështira të sheshuara. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo mish do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur. 20 thot, bërtit, dhe përgjigja që merr është çfarë të bërtas? Bërtit që çdo mish është si bari, dhe që tërhiri i tij është si lulja e fushës. Bari thahet, lulja fishket, kur fryma e Zotit fryn mbi të, me siguri populli nuk është vetë se bar. Thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis tonë mbetet për jetë. Le të lutemi së bashku dhe pastaj do të lexojmë edhe një pjesë akoma. Perëndi i dashur, ajo që kërkojmë prej Teje është, Zoti i dashur, të përgatitësh zemrat tona sot. Ti bindemi këtij zëri që thërret në shpejtëtirë. Ti bindemi Perëndi i dashur. Çdo thirrje të frymës shenjtë o Perëndi që thërret zemrat tona në përgatitje, kam nevojë Krishtin ta pres ashtu sikur sa ai e meriton. Me plotësisht zemrën time, plotësisht qenien time, ti kushtoj kujdesin e duhur shpëtimtarit Zot që vjen në zemrën time, sa herë që zemra ime ka nevojë, sa herë që zemra ime zbrazet, unë kam nevojë për ty, ne kemi nevojë për ty, por dhe atëherë Zot kur jemi të ngopur, atëherë kur jemi dhe kemi gjithçka, ne të kemi nevojë ty. I bekuar qofsh Perëndi në emër të Krishtit, për këtë dhuratë që dërgove për ne këtë në tokë, Perëndi. Amen. E në të lexojmë edhe një pjesë tjetër nga fjala e Zotit, edhe do diskutojmë për të dyja këto. Jemi tek Luka, kapitulli 1, vargjet 76 dhe 79. Dhe ti o fëmijë do të quhesh profet i më të lartit, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t'i dhënë popullit njohurinë e shpëtimit në faljen e mëkateve të tyre, për shkak të thellësisë së mëshirës së Perëndis tonë, për të cilën argimi nga lart na ka vizituar, për të ndriçuar ata që rrinë në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapatan në udhën e paqes. Këto fjalë ju than Zaharias për misionin e Gjon Pakzorit. Se çfarë ai do të bënte? Ky rol i fuqishëm i një profeti që u quhet profeti më i madh që ka kaluar ndonjëherë në tokë, ishte Gjon Pakzori, të cilët ju dha ky mision të përgatiste zemrat të popullit të Izraelit. Dhe unë do guxoj të them jo vetë, edhe zemrat tona sot. Do t'ju jap një shembull shumë të njohur për shumë prej jush, në një mënyrë apo në një tjetër e keni përjetuar. Ardhja e një fëmije në botë, ndërsa merret ai lajmi i parë, gruaja është tazën, fillojnë të gjitha gjërat e ndryshojnë në një familje. Fillojnë dhe mendojnë, fillojnë akoma dhe babai kur kalon në ato dyqanet që ka krevate fëmijësh, ndalon hapat e tij dhe kthehet dhe shikon. Për mamas vet fjali ka zbritur gjitha faqet e internetit ku ekziston çfarë do lloj nga çorapja te dorashkat që mos të qieri me thonjë, nga gjëra që vetëm një herë i ka veshur kallamau, por sigurisht përgatitje pafund. Për ardhen e këtij fëmije duhet jenë të gjitha gati. Fillon dhe shikon pozicionin e krevatit, ai është akoma në park, është një javë, 2 javë, një muaj, është akoma në park, po ti shikon ku do jetë pozicioni i krevatit kur ai të vi. Ngjyra e dhomës, burr, gjestë, duhet të lymë dhomën, po një sekondë janë mbytur, duhet të lymë dhomën fëmia po vjen. Ka 9 muaj akoma, s'ka problem. Duhet të gjitha të jenë gati. Është ajo dëshira e madhe, gëzimi i jashtëzakonshëm i ardhes një fëmije dhe gjithçka në lidhje me të ardhme natyre muajve që do ekzistojnë ka të bëjë me përgatitjen e këtij fëmije. Edhe këtu ngrihen dhe ëndrat, e mendon se do bëhet një doktor, a është akoma në bark. Po ke filluar me ndronë për të, është e bukur. Edhe dini, është plotësisht natyrë e bukur njerëzore. Është diçka e mirë që Perëndia ka dhënë, kur ti pret me gëzim ardhen e një fëmije dhe e mbush ditën dhe mendjen tënde me përgatitje. Akoma dhe dëshirat e tua, akoma dhe nëna që ka ato
vështirësitë e barës, gjithmonë I hedh syt, por do vi, do më ngop, do më kënaq, do më përgëdhel, do më buzëqesh, edhe si urtikën dhe ato, ajo ania do më ke ikur. Ndonjëherë, themun, e shikoj plotësisht nga aspekti një burri, si në ndryshe, ta shikoj, por sa bukur përgatitja e ardhjes së një fëmije. Në këtë rastin ton këtu, përgatitja është ardhja e një foshnje që do ndryshoj gjithë historinë e botës. Nuk do të hesht së them për mua që nga momenti që e kam kuptuar, sepse në Shqipëri na thoshin para erës sonë dhe pas erës sonë, sepse I shkreti komunizëm e kishte për keq ta thoshte para Krishtit dhe pas Krishtit, por që në momentin që kuptova që bota nuk u nda me erën tonë dhe erën e vjetër, por u nda me ardhin e Krishtit. Unë ngopa nga kënaqësia të mendoja se ky foshnje, ky Krisht, ky Zot që zgjodhi të lindë në një periudhë të vështirë për një popull, që zgjodhi të lindë në një vend të vështirë që të mund të lindë një fëmijë, në një grazh mes kafshëve, brenda në kasht, për të ngrohur I mbështjell me lecka, sepse kështu duhet të lindë, kështu gjet. Kjo ishte vendi që I la bota nëse doni të lindë. Ky Krisht e ndau historinë e botës në mes. Ky Krisht një ditë ndau historinë time në mes. Dhe unë u bë jeta ime para Krishtit dhe pas Krishtit. Në këtë lindje, thërritemi të përgatitemi sepse kjo është një lindje e jashtëzakonshme. Këtu do të ronditen themelet e tokës. Këtu do ndryshoj zemra e çdo njeriu, sepse ky Krisht, kur vjen në jetën e dikujt, nuk e la të njësoj, nuk e lë njësoj me të kaluarën. Por ti thua tashmë Krishti ka lindur në zemrën time. Dhe kjo përgatitje për këtë foshnjë është shumë e rëndësishme. Këtu na thot tek Luka, na ngret diçka shumë të jashtëzakonshme, na ka vizituar agimi. Drita e Perëndis ka ardhur të na vizitojë, kështu që përgatisni zemrat tuaja. Bëhuni gati të prisni agimin. Kujt ja thot? Ja thot atyre zemrave që kanë nevojë dritën e mëngjesit, dritën e agimit, sepse janë në errësirë. Kështu thot vargu këtu. Ku lexuam pra, ai thot, erdhi të ndriçoj ata që rrinë në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Erdhi të vizitoj një popull shqiptarët. Ne që jemi këtu, doni ta bëjmë më të vështirë akoma, shqiptarët emigrantë në mes të një populli. Secili nga ne do të shkon nga hallin e tij. Ç'pun kemi ne sot këtu? Ç'pun kanë ata që ndoshta na shkojnë nga interneti, nuk ka gjëra më të mirë video në YouTube për të lexuar, për të shikuar? Ka shumë gjëra, ndoshta, që mund të shikojë dikush në YouTube. Do të dëgjojmë një mesazh. Për çfarë duam të dëgjojmë sot? Për nevojën e agimit, e dritës së mëngjesit në zemrat e errta. Kur dikush është në errësirë, nuk jeton dot. Do ma lejoni të jap një shembull që pak do ta kuptoni, sepse nuk ju ka ndodhur ndoshta, dhe ma lejoni të jap të shembull sepse është shumë I thjeshtë. Kam një papagall e quaj Nala. Nëse Nala nuk e zë dot kur del jashtë, sepse ka nerva dhe nuk do të futet brenda, do të bredhi në shtëpi, ka një stil shumë të lezetshëm, mbyll dritat. Kudo ku është Nala, bëhet kollon, ngec aty, e kap me dorë dhe e fut brenda. U të merrova kur mendova se diçka e tillë mund ndodh me njerëz që janë errësirë, nuk jetojnë dot, nuk lëvizin dot, nuk zgjedhin dot, nuk dinë ku të shkojnë, sepse errësira I mban aty, të mbyllur, të friksuar. Edhe kam përshtypjen se që të mund të gënjejnë veten e tyre, sepse di, është tragjike të mendosh se s'mund bëj dot asgjë. Nuk jeton dot, nuk shijon dot, sepse jeni errësirë dhe njerëzit fillojnë të bëjnë ëndra, bëjnë supozime. Mendoj sikur, sa do doja, vënë qëllime tjetër se do marr një shtëpi, do marr një makinë. Pse? Që të mund ta bëjnë errësirën të heqse, të mos vdesin dot nga anthi. Kjo nuk është jetë. Kjo është thjesht një përpjekje të mund të kapesh diku. Dhe ëndrat e njerëzve, të gjithëve njerëzve, plasin si fluska sapuni, sepse kur vetë ta kapën, ja ku është, kjo do mi kënaqi, kjo do ma mbushi errësirën time me shpresë, ai pëlqet, sepse është një fluska sapuni.
Dhe njerëzit kapen pas ideve, pas teologjive, pas shpjegimeve. Të gjova një video në internet, nuk ka perëndi. Qa perëndi e për kë perëndi po flisni? Dhe ngelet në errësirë. Pse? Sepse nuk pranon të vi agimi në zemrën e tij. Nuk e ka bërë dot zemrën gati të ndriçojë drita e Perëndis. Perëndia nuk do të tapën dritën. Nuk do që ti të fluturosh përsëri si nala ime ku i hap dritën dhe fillon breth përsëri në shtëpi. Do të vi agimi në zemrën tënde. Do të vi agimi në zemrën e njeriu të marrë prej dore, të çojë në jetë. Pjesa e dytë e këtij vargu që lexuam është të ndriçojë ata që janë në errësirë, ata që janë në hijen e vdekjes, për t'i udhëhequr hapat e tyre, hapat tanë në udhën e paqes. Ai zëri aty angjëllit që do ushtojë, edhe ndoshta vëllezërit ta kenë fjalën në datën 25 që do të festojmë gjithë së bashku. Do të dëgjojë atë trumpeta, ajo është shpallja, paqe njerëzve mbi tokë. Kjo paqe i mungon zemrave tona. Sepse jemi të mbushur me ankth, me shqetësime. Jemi të mbushur me psera. Nuk dim të shpjegojmë dot çfarë po na ndodh. Nuk dim dot e nesërmja. Nuk dim dhe na shqetëson fakti i rëtarinje që do studioj, që do bëjmë. Ne si do jetojmë, si do ja dalim po t'ikim nga kjo punë. Paqja e Perëndis, e themi dhe rithemi, nuk buron nga kushtet që kemi për e. Buron nga Zoti i gjallë. E di anktin tim dhe e di ti anktin tim, e di dhe të tëndin. Nuk jetohet kështu, nuk presim dot nga puna që të qetësohemi, nuk presim dot të rregullohet ky shkret shëndet që të qetësohemi. Paqja e Perëndis vjen nga Zoti. E ka burimin nga Perëndia. Zgjat dorën tek Perëndia, ai që do sjellë agimin, ai që do të hap syt, ai që do të mund të japi shpresën, nxjerrë nga errësira, të njesh përsëri se mund të fluturosh. Përsëri i njëjti Zot është të marrë prej dore, të udhëheq në rrugën e paqes. Ky Perëndi është Perëndia i gjallë. Ky Perëndi është Perëndia që ne shpresojmë dhe presim në jetën tonë. Do të lexoj nga Kolosianët një pjesë, na lejoni. Kolosianët kapitulli 1 dhe vargu 12. Shikoni çfarë thotë. 12 dhe 14 pra. Duke falenderuar Atin, që na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtorëve në dritë. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na vendosi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin e kemi shpengim me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve. Për të tillë realitet flasim, pra falenderojmë Perëndin se na hoqi nga pushteti i errësirës që na mbante në frikë, na mbante në pasiguri, na mbante të mbyllur, na mbante të mos flisnim, të mos mund të fluturonim dot, dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, tek ai ne kemi shpengimin, ne kemi faljen nga mëkatet. Shikoni se çfarë plane të mrekullueshme ka ky biri i agimit, ky dritë e Perëndis, ky Jezus, ky Zot, të cilin veritemi festojmë lindjen e tij. Nuk është një festë me drita, nuk është një festë me dhurata, nuk është një festë e mbushur me ushqime dhe me kënaqësinë e prezencës së njerëzve tanë të dashur, por është vizita e birit Perëndis. Ai thot, pjesa ku lexuam tek Luka, erdhi thot të shpall mëshirën e Zotit. Nëse duhet të përgatisësh zemrën për ardhin e këtij biri, e këtij Jezusi, duhet të mendosh se bashkë me të erdhi mëshira e Perëndis. Nuk erdhi të të kap prej veshit, nuk erdhi të të shikojë në sy dhe thotë ti ku ishe, çfarë bëre ti? Nuk erdhi të llogaritet me ty, nuk erdhi të numërojë mëkatet e tua, por erdhi të tregojë mëshirën e Perëndis. Në qoftë se sot mendon se sot ka kohë të mendosh për ardhin e Krishtit, të përgatitesh për ardhin e Krishtit, atëherë kjo do të thotë pikërisht të njëjtin gjë. Çdo vit që kalon ka të njëjtin vlerë, ka të njëjtin pushtet. Dhe të lutem mos ja kthe zemrën kundra Perëndis. Erdhi të mëshiroj. Njerëzit e kanë për keq të thuash, është në mëshirë të Zotit. Sa në mëshirë të fatit. Okej. Por në mëshirën e Perëndis ne jetojmë. Sepse Perëndia erdhi me mëshirë dhe nuk erdhi me skeptër drejtësie, nuk erdhi me shpatën e një sundimtari, por erdhi me dashurinë e tij. Erdhi të të tregojë se është i mëshirshëm me ty, se të do të llogarit. Edhe ne thërim të përgatisim zemrat tona për të mëshirë. A ka vënë për mëshirën e Perëndis në zemrën time?
A ka vënd në zemrën tënde për këtë dashuri të tillë që Perëndia thot, e di, e kuptoj, re, të dua. Dështove, të dua. Eja, ngriu, rinis, shpeshherë diskutojmë të me njëri tjetrin. Shpeshherë dëgjojnë nga të rinj, po mirë, unë e dua Jezusin, por kam mundësi, kam frikë se bie prapë, se nesërmja ime është e pasigurt prapë. Dua të përballohesh me mëshirën e Perëndisë edhe ti. Dua të përballohesh me këtë të realitet kaq të mrekullueshëm. Perëndia dërgon birin që të tregojë mëshirë. Edhe një gjë akoma na thot tek Luka. Ai thot e dërgoi Jezusin, e dërgoi birin, e dërgoi agimin që na vizitoi nga qielli, të bëj të njohur mënyrën e shpëtimit. Të bëj të njohur mënyrën e shpëtimit ku? Në faljen e mëkatit. Sa herë njerëzit përpiqen të bëjnë një Perëndi të tyre. Një Perëndi që i do me mënyrën që ata duan. Duan të jetojnë jetën e tyre, duan të jetojnë brenda mëkatit, sepse ky Perëndi është Perëndi dashurie dhe një ditë do t'i falë. Dhe kush është ky Perëndi kaq i keq sa do dërgojë njerëzit të vdesin? Do të lejojë njerëzit të dënohen. E kuptoj që njeriu ka nevojë të bëjë një Perëndi të tij, sipas mënyrës që i pëlqen dhe i intereson, por do të mësosh të vërtetën. Duhet të përgatisësh zemrën për këtë Perëndi i cili me mëshirë të vjen në jetën tënde, por të tregojë dhe mënyrën e shpëtimit. Është me faljen e mëkatit, nuk ka mënyrë tjetër shpëtimi. Mëkati yt dhe imi duhet falur, nuk justifikohet, nuk pranohet dot, nuk mund të jetojmë dot me të. As ti me tënde, as unë me tim. Nëse mendon se do të ketë vlerë agimi në zemrën tënde, drita e Perëndisë në zemrën tënde, atëherë po bëj një njëjtin gjë që bënte Gjoni. Vetëm me falje të mëkatit mund të jesh i liruar, i çliruar nga dënimi. Vetëm me falje mund të kuptosh dhe të prezantohesh me shpëtimin. Nëse mendon se ka mënyrë tjetër, je gabim. Nëse nguron të dashur para Perëndisë të pranosh mëkatin tënd, je gabim. Nëse mendon se mund ta justifikosh mëkatin tënd, je gabim. Dhe po humbet vitet e jetës tënde. Përgatitu sot. Vi përpara Perëndisë dhe prano se ky Krisht vdiq në kryq. Ky Jezus, i njëjti Jezus që do të lindë atë grazhdën e vogël, që do të lindi vetmuar, nuk ishte familjar aty. Nuk ishte njerëz që të thoshin faleminderit Zot, jana çfarë më dhurove një djalë një dritë. Nuk ishte njerëz aty të cilët do kujdeseshin ato mamit që do të vinin vërdall, do të mund ta ngronin, ta mbështjellnin, të siguroheshin për Marinë, a lindi mirë, as lindi mirë. Ne shpesh themi, "Shqyqy që shpëtoi gruaja." Nuk ishte njerëz atje të uronin të tilla gjëra. Ishte vetëm ata që erdhën aty ishin tabarin. Nuk ishin as kushuri para se dyti, ishin tjetër gjë. Asgjë, askush që ishin për të. Erdhën të shikonin mrekullinë e lindjes së këtij fëmije. Ja pra ky Jezus. Ky Jezus mund të shojë jetën tonë në këtë mënyrë. Gjoni na tha, përgatituni për lavdin e Zotit. Përgatituni të shikoni lavdin e Perëndisë. Madje Luka, kur përdor të njëjtën pjesë nga Isaia, thot, përgatituni për shpëtimin, të shikoni shpëtimin e Zotit. Duhet të përgatitesh. Mesazhi i sotëm këtë qëllim ka. Nëse mund të ngacmojnë do pak zemrën tënde dhe timen, ndërsa qëndroja përpara Perëndisë, ai je gati për lindjen e një shpëtimtar. Ata mban dot zemrën. E dini si? Atëherë nuk e mbante dot. Nuk e mbante dot kështjella, e tha vllai përpara pallatet mbretërore, nuk u gjet një pikë të lindjes si një njerëz i zakonshëm. Sa fëmijë mund të lindë për grazhde? Në për stalla, se dëgohet grazhde, dëgohet shumë bukur, domethënë në zemrën tonë dhe në mendjen tonë, por ishte një stall në një shkëmbë, në një guvë. Ishte vendi që mund të gjenin, ishte shumë i zëm bota, me të tjera gjëra në atë moment. Të lutem. Flasim për lindjen e një foshnjeje, i cili ky foshnje do të lindet dhe do të bëhet mbret i çdo zemre. Mbretëria ti nuk do të ketë fund, na thot fjala e Perëndisë. Është i premtuar nga vetë Ati i Perëndia, i qiellit krijues, se do të vijë një ditë shpëtimtari me qindra profeci,
edhe është duke ardhur në botë, ky foshnjë që është mësuar bota fetare ta ketë shikuar gjithmonë në krahët e një Marie. Ky foshnjë në krahët e kësaj Marie, ky foshnjë i lidhur në gra, do të bëhet luani i Judës. Dhe njeri nuk do të mundi do të qëndrojë në këmbë para tij. Edhe njeri nuk do të mundi do të përballohet dot me të. Dhe vetëm me anë të faljes dhe të largimit të mëkateve me anë të gjatë të Krishtit në kryq, ti mund të qëndrosh përpara Perëndisë, nuk ka mundësi tjetër, sepse ky është fitimtari, ky foshnjë do të bëhet mbreti i përjetësisë. Edhe nëse doni, kjo fare vogël, gjithmonë fillon me pak gjëra, gjithmonë fillon të vogla, edhe në zemrën tënde, edhe në zemrën time, kujtoje pak, kujto sill çik të kaluarën tënde, diçka e vogël lindi në fillim. Një shpresë, një mendim, Zot, ka mundësi? Kjo mbretëri e Perëndisë, si një kokër e vogël sinapi, bie në zemrën e dikujt, dhe nuk ngjilet e vogël, nuk ngjilet e parëndësishme, por bëhet një pemë. Ku atje edhe Zoti na thot mund të bëjmë folet, ajo fare e vogël e mbretërisë Perëndisë. Por do duhet që zemra ime dhe zemra jote të mund të jetë gati për këtë farë të vogël. Tani kur Krishti lind i vërtet i vogël, por nuk mund të ngel i vogël dot brenda teje, as brenda meje. Duhet të rritet. Duhet të rritet Jezusi që kemi mësuar që të vekë. Ai Jezus, Rebeka, i cili lindi, të cilin shpesh e pranojmë me kënaqësi, me dëshirë. Ky Jezus do rritet, do të bëhet mbreti i zemrave tona. Nuk mund të ngelet dot në anë, nuk mund ta lëmë dot të kufizuar. Të dua, do të them 2-3 gjëra çfarë dua vetë prej teje. Nuk mundesh dot. Është zemra e njeriu dhe duhet të jetë gati kjo zemër sot të pranojë këtë mbret. Nëse mendon se ja vlen kjo gjë, atëherë duhet të shtrohesh punës. Nëse mendon se ja vlen të merresh me këtë Jezus, mendon se ja vlen të lëshosh jetën tënde në duart e këtij Jezusi që lindi por u bë fitimtar, mundi vdekjen, mundi frikën, mundi djallin, dhe sot është në të djathtë ati dhe ndërmjetëson për ty dhe ndërmjetëson për mua. Nëse mendon se ja vlen, ti bindesh te Jezusi, shtroju punës. Sepse do duhet të hapet punën tani, do dalin skavatorët në rrugë, diçka duhet të bërë. Rrugët e tua nuk janë gati. Zemra e njeriut ka dredha, zemra e njeriut ka male, zemra e njeriut ka lugina. Duhet të shtrohen këto. Dhe mendoja, Zot, që nuk i këndoti? E këtë vështirë? Ti vjetë e ka lartë. Nuk është problemi i Zotit, vlla im dhe motra ime. është problemi i zemrës tënde. Do më shpisohesh ti, Perëndia të vinë në zemrën tënde. Nuk është problemi se Perëndia nuk të gjen dot, të gjeti, dele ndacake, ishe i mbërthyer për ferra, ishe mbushur me rodhe, ishe vetëm një të qindët i kishte gjetur deri të gjeti dhe ty. Këto janë ato shembujt e Biblës me të cilët ne jetojmë dhe marrim frymë. Të gjeti, do të gjej prapë. Por sa do të mundesh do të jetosh? Sa do të mundesh do të ngopesh të presh të Perëndi? Nëse rruga jote e zemrës tënde është tër dredha, tër mungesa, tër une. Mua do më fush. Mendoj fjalën e Perëndisë. Thot, rrugët që duhen drejtuar janë ato mënyrat e mia. E di unë si ta bëj këtë. Do ta zgjidh unë me mënyrën time, por nuk është mënyrë e Perëndisë kjo. Ka shumë egoizëm brenda këtu. Ka shumë zgjedhje njerëzore këtu. S'ka që e di unë. Perëndia thot, shtoni rrugët tuaja. Rregulloni rrugët tuaja. Sillni buldozën. Drejtoje rrugën e zemrës tënde. Me pak fjalë, merr të shkretën pak me zemrën tënde. Mos ja lë të gjitha, unë sill, Zoti di të gjitha. Merru me zemrën tënde, bëj gati. Prano Perëndin tënd, thërritë të vinë në zemrën tënde. Lugina thot, duhet të mbushen. E keni parasysh, lugina janë thot me disë maleve, zakonisht janë gjithmonë gropa, prandaj quhet dhe lugin. I thot Zoti mbushe këtë thot. Dhe më mendoj, Zot, ka të bëj kjo ndoshta me mungesat e mia, me ato gjëra që unë si kam, ato gjëra që s'dua t'i kem. Dua të sjell gjërat e tua brenda të më mbushin. Përgatite zemrën tënde. Malet të sheshohen. Sukseset e mia, egot e mia, arritjet e mia në jetë, ndoshta më pengojnë të shikoj lavdinë e Perëndisë. Ndoshta më pengojnë t'i dorëzohem Zotit, sepse jam shumë i mbushur. Jam shumë i suksesshëm. Pali
ky njeri besimi, ky njeri, ky vllai ynë ata akoma di lart në qiell, thot I hodha të gjitha poshtë. I kam, ja dojnë të më numëroj. Qa jam? I sukseshëm, nxënës I mirë, farisej mirë, digju, Zoti më zbuluar, të gjitha I hodha, sepse dua të kem vetëm dëshirën, vetëm nevojën të njoh këtë Jezus. Edhe gjithçka për shkak të kësaj njohje, për shkak të Jezus nuk I hedh poshtë, nuk I quaj plera, sepse dua të kem këtë Jezus mbi të gjitha. Ai hoqi malet e tij. Ndoshta nuk ka malet e njëjta me palin. Jam më I vogël, më I dobët, nuk ka diçka të tregoj as juve, jo vetëm Zotit, pas juve. E megjithatë gjejnë ne male të ngrejmë jetën tonë. Nuk mundesh ti Zoti. Jam shumë I mërzitur për të ardhur tek mua tani. Tani Zot nuk mundesh sepse jam shumë I zënë, jam shumë I trishtuar, jam shumë I merakosur. Burri nuk më sillet mirë, jam shumë I mërzitur ti nuk mund të vish më gjesh mua tani. Dhe ngrejmë male. Dhe I bëjmë të vështirë zemrës tonë të takoj Zotin. Vendet e vështira ti shtroni. Mendoj në përferra, dredha, të gjitha duhet I shtroni, thot. Edhe ndoshta ka bëj me karakterin tim të vështirë. Ndonjëherë thua, si ri kjo burr me këtë grua? Kjo burr me këtë grua, ose kjo grua me këtë burr. Si bëhet ajo? Çu si është kjo? Çu si është ai? Mendoni domosdoshmë çfarë të Zoti për ne. Karakter, secili ka mizat e tij, ka mënyrat e tij. Do t'i gjesh anën ti t'i flasësh, edhe thot gruaja, po unë nevrikos, ky, unë diki, kështu bën me këtë, vetëm me tikur. Thot çfarë bën? Përndryshe do thjem turin. O Zoti im, kur dalim përpara këtij Zoti, me ato copat e karakterit tonë, me ato mënyrat tona, jani të merreni me këtë sot. Sot duam t'i kushtojmë pak vëmendje, Zot, mos diku vështirësoj ardhjen tënde në zemrën time. Ajo që dua të rritesh ti Zot, rritesh si rritet, si u rrite, si foshnjë dhe u bëre mbret. Ajo mbretëria jote ishte e vogël si një kokësh sinapi kur erdhi në zemrën time. A rritet në zemrën time dhe bëhet e madhe. A jam duke u marr, duke u përgatitur me zemrën time, duke të lejuar ty Zot të bëhesh I madh, I fuqishëm, të marrësh kontrollin e zemrës time. Je gati për të këshillje. Duhet të dish. Edhe për një herë duhet të dish. Ma lejo, mos më mërzit me mua të lutem. Lindja e Krishtit ka të bëjë me ty. Nuk është një fakt historik vetëm. Nuk u takon disa të krishterëve, nuk u takon atyre që se din akoma. Të takon ty. Ty kushdo që je ti. Sido që të gjetë ky mesazh I Perëndis sot, mesazhi I Krishtlindjes është për ty. Ky Jezus, ky Hadim që erdhi të na vizitoi edhe për një herë, vjen në jetën tënde. Prezenca e tij nuk ngjelet në shtresën emocionale të tënde, por do duhet të depërtojnë thellësitë e zemrës tënde. Jo thjesht sa bukur, jo thjesht edhe ky mesazh është shumë I bukur. Duhet të punojë fryma e Perëndisë në zemrën tonë. Duhet të lëmë Zotin të ndryshojë jetën tonë. Fakti që Krishti lindi në botë, fakti që Krishti ndryshoi historinë e botës, nuk është e mjaftueshme. Historinë e zemrës tënde ndryshoi. Do dalësh sot nga kjo derë e do mendosh Jezus, po, duhet të tregoj vëmendje më tepër akoma. E kam nevojë, dua të zbulohesh më fort në mua, dua të jetoj shumë ty, dua Zot të lëshohem në duart e tua. Ti the që mund të vish si dritë në errësirë, ti the që mund drejtosh zemrën time në paqe. Ti the se ti je Perëndi mëshire. Unë do të vi te ty të marr, të ngopem, të mbushem. Edhe për mua kjo Krishtlindje do të jetë fuqishme edhe për një vit akoma. Dhe uroj që Zoti ta bëjë këtë realitet në jetën tonë. Le të lutemi së bashku. Zot, nuk dua Perëndi dashur diçka njerëzore, o Zot, I kam shumë frikë këto mënyrat njerëzore. Lutja ime është Zot që fjala jote të mund të prekë zemrat tona dhe fryma e shenjtë të mund të punojë o Perëndi. Perëndi dashur, shumë e rëndësishme të mendoj se Krishti erdhi në botë për të bërë një piknisje e jetës time dhe piknisje e jetës së gjithë botës. Dhe unë lutem për këta motra dhe vëllezër që kam këtu përpara. Lutem në emër të Krishtit që fryma e shenjtë të vizitojë dhe të flasë dhe të përgatisë dhe të ndërtoj zemrat e rrëzuara dhe të mundet Perëndi dashur të ndihmoj këta njerëz, këta vëllezër dhe motra që kam këtu përpara, që të punojnë sot me jetën e tyre, të bashkëpunojnë me frymën e shenjtë,
që ti Zoti dashur të ndihmosh të presim Krishtin. Ardhja e Krishtit jetë e përditshme në zemrën tonë. Ardhja e Krishtit jetë e vazhdueshme në zemrën tonë, jo vetëm për Krishtlindjen e Perëndim. Të lutem shumë në emër të Krishtit. Edhe ndoshta të tjerë që ta dëgjojnë mesazhin, lutem për shpëtimin e tyre. Lutem o Zot që ti të rritesh në ta o Perëndi. Lutem në emër të Krishtit për çdo shpirt që të përballohet me Krishtin Zot këtë Krishtlindje, të mund të marrë vendime jetësore, të thot me plot gojën e tij, ta thërras me gjithë forcën e tij, po dua të lind Krishti Zot, agimi, drita e Perëndisë në zemrën time. I bekuar qofsh Perëndi, faleminderit shumë. Faleminderit për këtë mundësi të sotme, që edhe për njëra akoma në këtë kishë të vogël dëgjohet fjala jote. Amin. Zoti na bekoft.